ndryshe në Top Albania Radio. Jemi sërish bashkë në pjesën e dytë të ndryshe në Top Albania Radio dhe jemi me Excuse me ladies and gentlemen with Baby G. Baby G. Hello, përshëndetje. Hello baby, how are you? I'm very good. This interview we speak just English. So, Ja, vetëm shqip të Vetëm lutem. shqip? Vetëm shqip. Shqipe të lutem sa si herë këndon. gabosh, unë do të them e the gabim të fjalë. Shisa energji të mirë i solli shtëpisë së Big Brother edhe sa bukur është dukur. Andej plaste sherrri edhe gënima. Sa e dobët këtu mi, sa e dobët. Emi. Nuk dukem dobët të Ja, tjerë. play Mario, 10 kila jo kamera ma ka shtyr. Dëgjojeni pak Baby G. Ç'është Dhe Lenza? ndërkohë ishte Miri aty ku ulur aty që po e sodiste. Ta më djeg, jam e nxehtë si tequila. Si jam a pim girl, veshin chinchilla. S'po manina kit, 100 gram, 100 kila. S'po manina kit, 100 pound, 100 milja. I kam nën tjetë që të mbyn nën vila. Ta më jon anke, sa jam in hood. Give me some space, up in my place. Can't be replaced. Po me mi çdo, ç'm shef mua. Kur shef Selin. Rim tullaj. Kjo është kënga ime që ka dalë para 3 javë, para se me u fut në bekë. Apo flasim për Nesti? Jo, tjetër? Jo, kjo është një bashkëpunim që e kam bërë me një reper Lonely. E kemi si bashkëpunim, okay. e kam lancu para se me u fut atje mrena. Edhe është një videoklip shumë interesant edhe kënga më pëlqen shumë. Si ishte qëndrimi yt në shtëpinë e Big Brother? Zgjati rreth 3 javë. Po ndonjëherë Salcano më mirë pak e saktë dhe del 3 kështu. javë sa një jetë. Në fakt çu do këtyre sa 3 muaj, po thosha që ndonjëherë është më mirë pak e saktë dhe del kështu pastër dhe cool, se sa 3 shumë gjatë edhe se ka njerëz që kanë ndenjur më gjatë, po nuk është se mbajnë mend për ndonjë gjë për shkak. Jo, e vërtet. Jo, për mua ka qenë një experience shumë bukur, ne gjithmonë kam dash me shku te Big Brother, një mision kaq e madh. Ka qenë super exciting. Jo exciting. Shqip bresh. Shumë e kënaqur, Shumë e kënaqur, ka qenë vështirë me debatet. Ka qenë e vështirë, po. Po, ka qenë e vështirë me debatet. Po ti mësu se janë anglishtës. Jo, s'është problem, mëso, se kam qejf me mësu. Në fakt du me bë një kurs shqip me bë shqipen sa ma perfekte. Po shumë mirë, do të një shqiptari që do të hyn kurs për shqipen. Do jetë lajm se. Pse jo? E regjistrova në shkollë shqip se jam shqiptar, po s'di flas. A di si është? Unë kam jetuar në Angli 25 vit. Sa di unë shqip? Sa e di 26, sa e di? Unë jam 29 vjeç, ama sa di unë shqip? Boll mirë di, unë kam shumë shoqëri që nuk din hiç fare me din shqip, po. so sa di, pak kam mësuar edhe në Kosovë, pak në Shqipëri, edhe këtë thekset ndryshe nga Kosova edhe Shqipëri. Kur isha në Kosovë më thoshin mos thuj si je, po qysh të kam, edhe e kupton ato fjalë ndryshe dhe jam. A si e bre, a je kështu, a jam. Exactly. Tani ti je Shqipnis apo e Kosovës? Unë jam si Shqipnis si Kosovës, na jemi një. Po mi ti ku ka prindrit? Kuksi. Kuksiane? Kuksiane. Salcano e ka grua Kuksiane mi. Po çfarë vëti? Si janë Kuksianet? Kuksianet nuk di sa të mira janë, nuk di sa të mira janë. Mos si patsin shtëpi. Janë shumë mirë vërtet. Janë shumë mirë. Paktën atë Kuksiane që kam njohur, unë s'kam njohur tjetër Kuksiane. Ja e dyta. Jo, Kuksianet jemi shumë të mirë, jemi besnik, si quhet. Besnik. Po, edhe si gjithë shqiptar, tradicional. Mirë, edhe jemi të gjithë në Londër. Po ti ke lindur në Kukës. Dhe pastaj ke shkuar në Londër. Po. Unë kam qenë 3-4 vjeç kur kam ikë atje në Angli. Kur familja u vendos atje, ë? Po. Mami, babi, motra, vëllezër të tjerë? Po, kam edhe 2 motra tjera. 3 vajza jeni ju? Jemi 3 vajza. Ti je më e madhja? Unë jam i midisit. Middle. Ja se kthej unë anglisht. Me që na mundoj. Middle well, si jeti më? Në cilin vit u vendosët ju në Londër? Nuk jemi në Londër, jemi në një qytet tjetër atje në Angli, është si countryside, është pak si në fshat atje, është shumë e qetë, babi ka vendosur atje, jemi 3 goca. Është vendosur atje, jo ka vendosur. Po, është vendosur atje, jemi 3 gocat në një vend që është pak më qetë, se në Londër është pak më hallakatur. Kaotike, po. Edhe kemi përjetuar një jetë bukur atje në Angli me prindrit, me motrat. Çdo vit unë kam ardhur në Shqipëri me pa gjyshin edhe gjysha. Se janë Kukëse? Po, mon nuk janë këtu me neve.
edhe ma mungojnë shumë, ama një pjesë e jetës time që e kam kalu më të bukur në jetën time është ato Fëmijëria me gjyshin. Kur tu ishe me gjyshin. Unë e bëjsha gati valigjen 5 muaj para se me ardhë. Edhe mami thot, o Gordana, e ke fut krejt rrobat valigjes ke çave vesh. Ata në gjyshin nuk jetojnë më, ha? Jo, vetëm gjysha mami e mamit e kam. Po unë kam qenë shumë lidhur me të babit, ë? Me të babit. Si goca, si janë gocat, Shumë, sinqerisht. Jo, e du edhe të mamit, e kupton, normalisht, ama kemi qenë ato kushri që shkojshim, ishim na 10 goca çunat krejt kushri e parë, kushri e dytë, që fleshim krejt bashkë në kërbat. Kushri i parë, i dytë, jo e parë e dytë, se është për femër. Kushri i ri. Do vazhdojmë të flasim për Baby Jean, dhe kemi nisur që nga fëmijëria e saj. Një sekondë, vetëm një pyetje. Po ka publicitet. Vetëm emrin. Si ka emrin? Mbaje. Emrin, mëse nuk e di njeri emrin. Gordana Kingji. Gordana Kingji. Po. Sa të bukur pas emrin Gordana. Do na e shpjegoj pas reklamave tona. Ana, unë do të tras Ana. Jo, Ana, s'ka shans Ana. Jo, Ana. No, Ana. Ndryshe, në Top Albania Radio. Jemi me Baby G sërish, se po thoshte Noa. Me Anën. Jo, si pse Ana valla? Po a emrin, a e mori vesh emrin apo jo? Unë e harrova sa po. Gordiana. Jo, Gordana. Po pse si ta kanë vendosur këtë emër? Kanë pasur një so gjyshi im e ka vendosur emrin tim, edhe unë e du emrin tim shumë sepse gjyshi është një person shumë. Po, gjyshi është një person që unë e kam dash më shumë ti edhe hala e du më shumë ti prej të gjithë njerëz, edhe me ditë se ai më ka dhënë emër, unë jam shumë kënaqur. Emrin. Jo emrin. Po pse ndryshove? Pse e bëre Baby G? Gordana është. Jo, unë emrin nuk e kam ndryshuar në pasaportë, e kam Gordana Kingji, si e kam. Botën e artit unë e kam bë Baby G sepse edhe më shkon, është ajo sikur gjys, mund me qenë edhe shumë e ëmbël, edhe shumë sweet, ama në njëjtën kohë mund me qenë edhe pak e egër. Po, i kemi ca pyetje për këtë gjë, Po jo, doja... Çfarë qenje je ti, Ana? Bye. Okej. Era e tretë që e thash. Me kush është të fol? E 2-3 herë. No, Ana. Baby, po më duket si kështu, baby, si... Jo, a di pse e kam Baby G? Unë jam edhe gjimnast kam qenë, edhe kam bërë shumë dancing, kërcimi, kur kam qenë e vogël. Me trup kam qenë super e vogël, edhe kur kam qenë e vogël. Normal. Edhe kur kam qenë e vogël. Po tani, kur ishe e vogël, ishe pak e vogël. Po, jo, e shkurtër do të. E shkurtër, po, edhe pak ma jo komplet të zhvilluar si ato goca tjera. Okej. Unë isha... Dhe zhvillimin e more kur dole në shkollë të mesme? 18, sinqerisht. 18 unë zhvillova fiksi një pemë. Çele, Po, u çela 18 vjeç. Në të gjitha dimensionet. Në gjitha anët, me mendje, me gjatësi, me të gjithë, po. Po, kam qenë pak ma shkurt, pak ma si baby. Edhe thoshin gjithë baby, Edhe unë kam qenë kërcimtare, edhe unë isha 7-8 vjeç, diçka ashtu, edhe isha tu kërcy me këto që ishëm pak ma e madhe, se unë 12-13 vjeç, edhe isha mba e vogla te grupi, ama gjithmonë e kam pas sikur një attitude, pak e tërgojsha aty në qa me bë... Qapkënja grupit, ajo. Po, edhe pse isha ma e vogël, prap isha the leader of the group. Lideri i grupit. E para e grupit. E para e grupit, edhe të gjithë thoshin, je si baby e vogël, but you still a G. Je baby, ama prap je... Po, je e madhe, po. E kuptuam. Po shumë mirë, po të rrinë. Pas ke bo ligjin me fjallë, edhe pse e vogël. Pas ke bo ligjin angli. Normalisht. Mirë, Qa shenjë horoskop ishte? Unë jam gafore. Pa i këta shi masaj jam. është dhe i gafore. No way. Si ka mundësi, një vajz nga Kuksi, si nga origjina e gruas tënde, gafore shenja jote. Dhe kjo do lidhet me ide, më është sigurt. Mos jeni njohur ju në një jetë të mëparshme? Mos jeni njohur ju më herët apo? Ti je korrik apo në qeshor? Unë jam korrik, 17 korrik. Sa ishte 7? 20 jam. 20. Sa ishte 7 do isha çun. Baby G, sa do ndikoj muzika, më thënë bigu në muzikën tënde?
Sa do dikoj, unë e para se me u fut në beg, kam qenë të punu për albumin tim, kam 10 vite tani që punoj në muzikë profesionale. Karrierë, po. Një dekad që jam shumë e lumtur, kam kalu shumë gjëra të bukura, në një jetën kohë edhe shumë sfida kam kalu edhe jam shumë krenare për kjo gocë që jam. Për këtë gocë që jam. Për këtë gocë që jam. Salsano, nuk kemi në orë mësimi gjuhë. S'është problem. Po tashmë ti në Shqipëri njihesh më shumë tash i besoj. Me trugu drejt, unë e prej si kam dalë me këngën e parë, u bë shumë e madhe me këngën e parë që nuk e kam prit. Atëherë isha 19 vjeç. Si bën ajo kënga, si ishte ajo kënga? A mundeni me mlan me fort? Jo, duhet ta dëgjojmë dikon që të na kujtojë. S'ka gjë, nuk s'ka problem. Po, do e këndoj këngën, po sinqerisht unë kur e lancova këngën e parë, nuk e mendova se direkt bëhet hit edhe do filloj njerëz me njoft kaq shumë, po. Në Kosovë unë e bëna, kam qenë me një label. Unë mendova se do punojna 2-3 vite, mbas ne e kupton ka dalë, po. Këtu në Shqipëri, në Kosovë, direkt njerëz e kam pëlqy, e kupton kush jam, si jam, personazh, edhe ajo. Kështu që bigu nuk ndikon shumë bigu në këtë. Jo, e prit pak se të shkoj atje. Edhe te pjesa gjuhës, edhe unë kam bë video të kërcy, të këndu, kam bë edhe pjesa gallat, pak si aktrim. Një showgirl. Një showgirl, 100%. Triple threat e quajmë në anglisht, kur mundesh me e bë të tre. Nuk jam të thonë se jam perfekt, normalisht këtë 10 vite kam mësuar shumë më shumë si për këndim, si për kërcim, si për aktrim, edhe për bigun ma ka ndihmuar shumë me një pjesë e energjisë, nuk di, e ka marrë një energji super mirë. Unë e kam menduar kur dal nga bigu, sikur kam e pas shumë vështirë, gjëra debatet, atje e kupton gjithçka që kemi pas. Po jo, nuk është kështu, nuk rezultoi kështu. I feel so good. I really feel good. Po sepse aty brenda ti ishe shumë e kujdesshme, nuk është se bëre ndonjë gjë që të madje edhe kur e sulmonin dhe kur i flisin me fjalor të papërshtatshëm ishte kështu si me i rregullu edukatën tjetër. Po pse flet kështu? Po mund të përdorim një gjuhë tjetër, po mund të jemi më ndryshe. Dgjoj, unë në televizion drejtoj një emision që është emision politik, quhet Top Story. Okej. E ke parë? Nuk e ke parë ndonjëherë. Ka mundësi se e kam pa, po. Maybe nuk e kam pa, maybe e kam pa. A jetu right? Zemra po 100%. Nga politika merr vesh në Shqipëri, një politikan shqiptar. Unë politikan nuk është që merr vesh shumë me politikë dhe gjëra kështu, ama babi ka thënë ti je me Sali Berishën. Po, babi ka thënë Sali Berisha, e respektoj, unë jam me Edi Rama, ama sa e bukur që ka kjo. Është dhe bëhet që Edit. Ti vëllai Edi baby G për mua ka thonë kështu. Jo, Tirana më pëlqen, unë kam s'ke votuar asnjëherë, ë? Unë kam shumë vite që vi kënej në Shqipëri, edhe me prindrit, sidomos këtë 10 vite që edhe punoj. Zgjedhjet Ke votuar apo jo ndonjëherë në Shqipëri? Nuk do me fola, e kupton për votat edhe për sa Jo, a ke votuar apo jo, po them? Jo. Sa shumë s'ka votuar në Angli. Asnjëherë. Ama kam tregu. Jo, ati si është për Shqipëri. Shqipëria ma pëlqen edhe Edi Rama që ka bë, kjo pjesë. Këtë 10 vite shumë ka ndryshuar Tirana edhe Shqipëria. Po unë të më thënë, edhe sinqerisht jam shumë krenar për shumë projektet që janë të bë me pallatet, me rrugët, edhe unë jam të bërë me bukur Shqipëria, nuk diskutohet fare. Është super vend. A do doje të jetoje këtu baby G? Unë këtu jam të jetu, edhe këtu e shijoj jetën. Apo do bësh? Tani unë kthej ka pak se normalisht e kam familjen atje edhe kam sa gjërat e mia. Po do zhvendosësh në Shqipëri besoj. Unë kam 10 vite që jam pak a shumë vendosur në Shqipëri. Shqipëri dhe si flet? Gjysma? Po gjysma që shtu dhe një që me bojë dhe do filloj një kurs, do e mësoj shqip si tash. Baby G, në Angli për të qarë këtë tregun në këto 10 vite karrierë që thua ti, se që kemi pas shqiptaret famshme atje që i kanë patur dhe më shumë ndoshta mundësi të flas Rita Ora, Dua Lipa që janë international. A ke mundu ti me hy edhe me çaj edhe në tregun anglez dhe më gjerë? Unë në Angli kam pas mundësit, besoj, nuk është që ma kanë mëngu mundësit, ama unë kam pas shumë qef me punu këtu në Shqipëri, në vendin tim, gjithmonë atje në Angli jam si jam në një vend i huj, edhe e kam pas mrena vetës gjithmonë,
me bë punë. Unë këtu s'kam për të bërë kur, domethënë ideja, sepse jam e huaj, nuk do të përkraj. Jo në atë aspekt, unë e kam mujtë se kam kryer edhe universiteti për aktrim, për kërcim, për këngëtare, performing arts, e kam bërë university shkollë. Si? Sa vjet? Një vit? 3 vite. 3 vite? 3 vite, po. Shkollë akademi arti, ha? Po, edhe college, edhe në shkollë, ai kupton prej vogël unë gjithmonë jam marrë me këtë punë, kam mujt me e bë, po kur ka ardhë mundësi për unë me u kthy prapë në Shqipëri edhe me punu me njerëzit e mi, ajo ka qenë një të ka mbushur më shumë, të ka kënaqur më shumë. Po, pamasë në vite që po vjen, pse jo, mundem me bë edhe diçka atje, nuk është në vitet që do vinë. Po, në vitet që do vinë. Më pëlqen se tim kritikon, unë e kam qejf njerëz kur kritikon. Po pra, dhe ty të fiksohet kjo gjëja, kështu, po patjetër. Baby G, cilin nga bashkëpunimet e tua, duke mbetur te karriera, ti vlerëson më shumë? Di që ka video që kanë kaluar miliona shikime, për shembull, ajo me Getinjon është 42 milion shikime. Po. Është klikuar shumë. 42 milion. Po. Bravo. Cilët nga bashkëpunimet ti vlerëson më shumë dhe është momenti ta kujtosh atë këngën e famshme? Këngën e parë? Po, so këngën e parë e kam bërë me Getino, e vlerësoj shumë normalisht, ajo këngë ka qenë një boom për mu që ka Ky Getino nuk është shqiptar apo jo? Kosovës. E njoh. 100% shqiptar, që ai të dalë. Okej. Ama çdo këngë unë që kam bërë edhe çdo bashkëpunim që kam bërë, e kam vlerësu, edhe singles që kam bërë vetë. Tani për momentin kam punu një këngë me MC Krisha, që jam shumë i lumtur edhe dhe e kemi së shpejti. Po, shpejt mirë shumë. Po, edhe kam shumë bashkëpunime në listë që do bëj, që do jem shumë krenare. S'du me thënë emrat, po ata e din kush janë. Po një emër do na e thoshte ne për një super lajm ekskluziv nga ky emision. Po unë e thash MC Krisha, për mua MC Krisha është një nga artistet më të mirë që e kemi në Shqipëri, edhe jam shumë krenar me bëni bashkëpunim. Shumë mirë. Po dhe mund mos bësh krenare nga këto që do bërë, se kujt dihet. Shkëputemi për pak publicitet, Salsano. Jo, do publicitet. Po jo tash unë sa kisha i pyetje tash i pak publicitet. Publicitet kthehemi pas pak.